Hoxh, nëse gjen një veshje si të pre me kapak, a është magji dhe çka me bë me to? Ka njerëz keqdashës, njerëz që ua duan të keqen njerëzve. Dhe ndër format që përdorin të magjisë është edhe kjo. Pra që marrin rrobat e tyre dhe i presin ose i grisin. Dhe në fakt vinë mesazhe të shumta, pra ku shkruajnë thonë jo ka gjetë rrobat kryesisht të brendshme, pra të cilat janë të prera ose të grisura. Nëse dyshon për magji, atëherë lexo surën Fatiha, lexo ajetin Kursi, lexoj 3 suret e fundit të Kuranit. Dhe përderisa e shikon pra që kjo ka dalë jashtë përdorimi si rrobë, atëherë e merr dhe e djeg. Dhe lutju Allahut lartësuar të të ruaj dhe të të mbroj, se Zoti i gjetësisë është ai që na ruan dhe na mbron. Mbështetju vetëm Zotit gjetësisë. Dhe dije që kurthi i shejtanit është i dobët. Allahu i lartësuar është i plot fuqishëm, ai na ruan dhe ai na mbron.